Neve këtu, për shumë vinë trafiku dhe sekuestrojnë për llogaritë të atyne. Pra shumë persona. Thash, rrezikshmëria e parë shoqërore e veprave penale janë veprat penale të korrupsionit dhe shpërdorimit të tyre që sjellin pasoja vendit tonë. E dyta është droga. Nuk e justifikojmë se themi pse e dyta, po e dyta është sepse në raport me rrezikshmërinë neve na bën dëm popullit shqiptar grabitja e parave të buxhetit shtetit ose mosbërja e tenderave siç duhet, shërbimet e dobta. Pra ti e merr tenderin ta bësh shkollën me cilësi e bën dobët ose s'bën shkollë fare, ose te rasti i Akshit diskutohet 40 milionë euro çokoladë, domethënë që të pagjuara më parë. Sa do fondente tjetë çokolada, sa do e mirë tjetë, prap 20 milionë euro tender, i referoj, se duhet jemi korrekt me publikun, thënë të një kallëzuesi Gazpromi që ka bërë online, sepse u diskutu për 2 milionë euro, po që i ka 20 milionë euro. Që është kjo çokoladë, mos është marrë direkte nga plantacioni, ose është ndjekur procedura. Pra duket qartë që një staf nuk ka hungur 20 milionë euro çokoladë, 20 milionë mund ta gjithë Shqipëria, domethënë për 6 muaj. Prandaj duke i parë të gjëra këto, ne duhet ndajmë prioritetet. E para janë, falë edhe një fundit, e para ndjekje parave të shqiptarëve dhe dyta ndjekje tuaj. Pra para se ti shërbim tuaj, ti shërbim vendit tonë. Kjo është shumë e thjeshtë. Mirë, po ka raste apo jemi tek ajo pjesa e abuzimit që ju thatë, që sekuestrimet të përdoren më shumë si mjet presioni dhe që nuk do të shojnë pastaj në konfiskimin e tyre? Nuk mendoj shumë. U sekuestru prona, të verifikohet, ka lidhje me krimin apo jo. Është e para, nuk mund të jenë që të sekuestrohen gjitha ose të konfiskohen. Ka ato që s'kan lidhje, sepse njerëzit ose personat kanë bërë dhe biznes. Ndryshon puna, nëse avokatura e shtetit, për shembull ose përfaqësuesi e shtetit, thotë, sepse kjo është ajo marrje parave, që thonë, ore, këta na kanë bërë dëm kaq, futesh me padi civile në procesin penal. Pra futesh me padi civile, këto prona s'kthehen se na ke borxh kaq shtetit. Pra sprovohet vepra penale, por ti i ke borxh shtetit, ke detyrime, shmangje. Se kjo është që neve të kthejmë parat në buxhetin e shtetit. Pra, konfiskimi tritet, shpenzimet që bëhet për organet e ndjekjes penale, shpenzimet bëhen për sekuestrime e tjerë, të kthehen. Ky është qëllimi i kapitalizmit. Jo se po kthehet prokuroria mjet biznesit, s'ka lidhje me biznesin fare, por shifet një plan që sa ke sjell shtetit, se ky ka qenë qëllimi. Pra që të kthehen parat në buxhet, se po su kthyn, çfarë vlerë ka? Gëzojmë nëse u fut tjetrin burg. Ja, unë nuk gëzoj. Se jam nga ata njerëz që gëzoj u fut tjetrin burg. Do bëj burgun, do dali. Ku jemi konfiskimin, kështu që. Por prap edhe një herë duhet shumë kujdes të mos abuzohet me konfiskim, duhet me prova. Mirë, nëse të hetuar në rastin konkret në dosjen e Akshit dalin të pafajshëm, çfarë ndodh me këto prona? Pronat pra do jetë hetimi pasuror. Do verifikohet në hetimin pasuror. Jo, dalin të pafajshëm, jepet vendimi përfundimtar, le të themi. Ti mund të jesh i pafajshëm. Të dim si është procedura. Ti mund të jesh i pafajshëm, por nuk justifikon pasurinë. Pra ky është hetimi pasuror. Hetimi është ligj tjetër, ligji 2009-s, pra që në 2009 kanë bërë azhurnimet për kase, pavarësisht se i pafajshëm ti sprovon dot pasurinë. Do të thënë që qëndron kjo deli i pafajshëm dhe ndërkohë pasurinë e ke bërë nga burime të palishme? Tash, ti mund të jesh i pafajshëm për veprën penale që akuzohesh. Ke prona të pa justifikuara. Pra ti je gjithë jetës subjekt shtetëror,